Shkoj LDK-ja, apo s'duhet vendosin organet e Lidhjes Demokratike të Kosovës opinionit tuaj të asaj që po shifet këtu do ketë edhe një përpjekje të zotit Kurti për të luajtur rolin e viktimës, mendoj që e bën më së miri se të gjithë të tjerët. Ai do provojë në fundjavë të dërgojë edhe një ftesë, ta bëjë edhe një tentativë për formim të qeverisë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, po me aq sa unë njoh LDK-n dhe me aq sa kam informata, në LDK nuk ka vullnet dhe nuk ka asnjë iniciativë që të shkohet në drejtim të krijimit të koalicionit me VVN. E vetmja gjë që mund ta shpëtoj vendin pas kundërzgjedhje do ishte heqja dorë e zotit Kurti nga pozicioni i kryeministit. Gjë që unë besoj se ai nuk e bën këtë fazë, prandaj unë mendoj se koalicionet janë të pamundshme dhe ne po shkojmë drejt zgjedhjeve, pavarësisht cili do jetë vendimi i gjykatës kushtetuese. Për tek kësaj që kemi informacion, ajo që unë do të mundohem sot nxjerr nga ju është më mirë për LDK-n që të marrë presidentin, kryeparlamentarin në këtë fazë, zëvendës kryeministrin, apo është më shëndetshme edhe elektoralisht, edhe për demokracinë brenda LDK-s që të rezistojë, të qëndrojë të shkojë në zgjedhje? Nëse po e kërkon mendimin tim personal, atëherë personalisht mendoj se LDK-ja është mirë të qëndrojë në opozitë. Një koalicion i mundshëm me lëvizjen vetëvendosje vetëm e dëmton Lidhjen Demokratike të Kosovës edhe në strukturën e saj të brendshme, edhe në raport me opinionin, sepse në një koalicion të tillë do kishim asgjë më shumë se sa një rahatim të quajë të një numri të caktuar të personave, e në planin afatgjatë do ishte një ta quajë fatkeqësi politike për Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse ajo nuk do të përkthehej në vota, por do përkthehej në ndërshkrim, sepse dihen qëndrimet e VV-s që kanë qenë në raport me LDK-n, dihen deklaratat publike të kryeministrit, edhe dihen vendimet e LDK-s deri më tani. Nuk ka asnjë